Kryetari I grupit parlamentar të Partisë Socialiste, njëherës dhe drejtues politik për diasporën, Taulant Balla, zhvilloi një vizitë në Athinë me rastin e 20 vjetorit të krijimit të strukturave të Partisë Socialiste në Greqi. Balla shprehu mirënjohjen për kontributin e të gjithë anëtarëve dhe mbështetësve të Partisë Socialiste në Greqi, duke theksuar se organizimi I diasporës mbetet një prioritet I rëndësishëm për forcimin e përfaqësimit dhe pjesëmarrjes së shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit. Në kuadër të këtij përvjetimi, u bë me dije se do të nisë edhe një fazë e re anëtarësimesh në strukturat e Partisë Socialiste në Greqi, me synimin për të rritur më tej angazhimin e komunitetit shqiptar në proceset politike dhe veçanërisht në zgjedhjet parlamentare të vitit 2029. Gjatë fjalës së tij, Balla theksoi se Partia Socialiste do të vijojë të zgjerojë organizimin në diasporë kudo ku jetojnë shqiptar, duke e konsideruar diasporën një partner të rëndësishëm në zhvillimin dhe të ardhmen europiane të Shqipërisë.